Është domosdoshme patjetër që ta merr Partia Demokratike e Kosovës, sepse varfria e ka kaplu këtë popull. Propagandat e ndryshme që janë, apo ato narrativat që i ka kriju vetë vendosja, unë mendoj që vetëm programet dhe leadershipi i Partisë Demokratike të Kosovës mund të t'i zbërthej dhe t'i pastroj nga kjo situatë të mërshme që e ka futur edhe popullin. Unë e shoh është shpëtimtarja e Kosovës. Ti jem shumë sinqert, ju që jam pjesë e garës nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë po është edhe dëshmia e vazhdueshme deri te aktualiteti i sotëm. Unë mendoj që gjithçka lidhet mes shtetit dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe hapat gjigant të mëdhaj që i merr për shtet ndërtim është e vetmja Partia Demokratike e Kosovës dhe leadershipi i saj. Ju e përmendët varfërinë, ikjen e të rënjeve. Konkretisht, Partia Demokratike e Kosovës, çka do të bëjë me këtë? Po, na kemi një program specifik, sidomos për gjeneratat e reja dhe më për subvencionimin e tyre në për biznise dhe në për talentet e ndryshme. Tash, nëse e morëm subvencionimin e Ministrisë së Kulturës. Ministria e Kulturës i hap disa që dhe më që janë përfiter doja, motra, nipi, halla, ku e dion dhe më dhe në miliona. Ja gjak derdje me Partinë Demokratike të Kosovës ndalet. Ndalet duke i ofru gjeneratat të reja, sidomos gjeneratat të reja nëse kanë projekte konkrete, për kulturë, për çka do të qovë, domethënë vetëm thjesht le të jenë kreativ dhe e kanë mbështetjen nëse e morën pushtet tamam si duhet dhe e kanë mbështetjen institucionale edhe për në arena ndërkombëtare. Kosova ka talent të rinj. Mirë, po kur e shohin domethënë që është gjithçka e kapur nga kjo qeverisje, ndoshta detyrohen edhe të dalin jashtë. Nuk janë ndoshta edhe shumë luftarak. Mirë, po me menaxhimin e qeverisë në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës, unë mendoj se këto gjëra ndryshojnë dhe nuk i krinia më prej këtuit. Na e kem bën një farë bazamenti të jashtëzakonshëm që është reale, është që prekum çdo ditë dhe shijojmë çdo ditë. Mirë, po politikat agresive, sidomos ndaj popullit dhe lëmosha që bën me fyrjet që i bën domosdoshmë familjet tona të çdo i ri, kjo është fyrje. Nuk e subvencionon një student, nuk e subvencionon domosdoshmë një artist, nuk e subvencionon një sportist. Mirë, po e gjon një farë lëmoshe për blerjen e votave. Te Partia Demokratike këto gjëra kanë mund ndalu, jo lëmosh. Po nëse ke ide konkrete dhe plan konkret, Partia Demokratike do të rënë afër secilit. Ama bashkë secilit, vetëm le të jenë projekte kreative dhe të prekshme, dhe jo lëmosh. Jam për raste sociale, kem gjëra ndryshme. Mirë, po edhe ato më rregullu me ligj. Jo vetëm sa herë po kem zgjedhje, vazhdimisht domosdoshmë po fillojnë këto lëmoshat apo vitrat apo çysh më quajnë vitrat qeveritare.